Sigurisht që do ketë kandidat të diasporës dhe të shqiptarëve jashtë vendi, por duhet ta pranoj Alex se për shkak të procedurave të fiksuara më parë dhe të zhvillimeve të mëvonshme, ky proces nuk pati rregullimin që duhet kishte, por për të patur do ketë dhe do rregullohet në mënyrë ligjore në interesin më të mirë të shqiptarëve jashtë vendi. Për sa i përket traut, kam deklaruar dhe deklaroj se në rrugët e Shqipërisë trer nuk do ketë dhe ato do hiqen me shpejtësi javët e para. Natyrisht kompanit do të heqja e tyre do bëhet në mënyrë tregtare, por trer ne e kemi në program elektoral, nuk pranojmë trer në rrugët e Shqipërisë. Unë kam ndjekur, zoti Sterkaj, problemin tuaj dhe unë ju jap shumë të drejtë. Por këtu muri i korrupsionit është muri më i pamëshirë ndaj biznesit dhe qytetarëve shqiptar. Ju garantoj se me datën 11 maj hapet një epokë krejt tjetër në projektin tonë Shqipëria madhështore. Parqet solare ka një vend qendror dhe ne jemi të zotuar të prodhojmë qindra e mira megawatt energji elektrike nga dielli, era, ujë dhe gazi. Shqipëria do të bëhet superfuqi energjetike rajonale.